E kontribuar edhe ju si tabor, zoti Bolliçi, po e quaj kështu tabori i lëvizjeve vendosje, këtij acarimi, kësaj gjuhe, edhe kësaj përplasje me lidhjen demokratike të Kosovës? Po shiqo kushtrim tash, nëse ke sulme të një pasnjëshme të këtij niveli toll, me siguri që ka edhe reagim. Edhe reagimet mund të jenë normale. Me aq sa unë e di, edhe me aq sa kom arrit me i kontrollue, sepse tash ju e dini që na jemi subjekt shumë i madh politik edhe njerëzit po them të frustruar nga këto veprime tyre, edhe mund bojnë kundër veprime. Por në asnjë moment nuk kam bërë përpjekje me i shty çdo punë përpara, sepse unë kam pas program të qartë, kam punu me program këto 5 vite dhe kam çka me diskutu, sepse unë kam ide dhe di ka ta qoj diskutimin edhe biseden. Po nëse biseda ulet në këtë nivel, domosdoshmërisht duhet mu përgjigj në pyetje. Se pash në debatin që e zhvilluam këtu, zoti Bolliçi, ditë më parë, e pash ishte situata e acaruar, kështë shumë. Jo, shiqonë... Pash ishte i acaruar dhe kundër kandidati juaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës, i cili refuzonte edhe ta jepte dorën me një farforme në fund, dhe ta bënte një fotografi të përbashkët, i referua një debatit kaluar, një deklaratë, një qëndrimi tuaj lidhur me vllajën e tij dhe të qenit veteran, e ka konsideruar këtë një lloj sulmi personal, shkoi më tutje kjo, u zmadhua me kalimin e kohës, por gjithsesi u diskutua në këtë drejtim. Si ishte ky moment, nëse mund ta kushtrim? A ishte i keq interpretuar, apo kishte diçka që kishte ndodhur në të vërtetë? Une e kam thonë edhe një televizion publik para pak në të shkuisha dikun, edhe e sqarova këtë çështje, për arsye se une në asnjë formë se kam pas atë qëllim, as nuk e kam thonë atë qëllim. Muhabeti dhe diskutimi ka qenë lidhur me punën e tij si drejtor drejtorisë shëndetësisë në mandatet cilat i ka realizuar. Dhe biseda ka qenë në këtë drejtim. Dhe ai, tendenca e tij ishte që vllajën e vet ta paraqes si invalid i luftës së UÇK-s, ndërsa une atu në atë diskutim qëllimi im ishte që të ndohet invalidi civil i luftës, gjë që për gjithë neve na vjen keq, sepse kemi shumë. Koliçi ka qenë njëri prej lokalitetet që pothuajse se çdo e dyta familje në llap ka psue gjatë asaj periudhe kohore. Por nuk do me thonë që tash ky ka qenë invalid civil i luftës, edhe tash me pretendue me bo invalid ose veteran i luftës UÇK-s. Dhe këtu, në këtë kontest ata e kapen diskutimin tim, sepse unë respekt për këtë ato familje, aja dhimbje është dhimbje përbashkët të gjithë neve, dhe nuk mundet asnjë familje, sepse fundja edhe unë e kam pas agjin, i cili më është vranë gjatë luftës, dhe nuk ka, po thëmë, çdo dyta familje që nuk ka pas tragjedi tilla. Dhe mos puna në një institucion, në qeverisjen e një institucioni, me arsitue pse ka qenë invalid civil, do më thonë, nuk është justifikim. Dhe kjo ka qenë këtë diskutimi, cilin diskutim, arritën me kap këtë në një sens tjetër dhe me qitë këtë në një kanal tjetër, cilin as se kom thonë atëherë, as nuk e thëmë tash, as nuk dhe ta thëmë kur, për arsye se edhe vetë, në mënyrë direkte ose indirekte, jemi pjesë që aty në tragedive cilat në kanë ndodhur në atë periudhë kohore, dhe sigurisht që respekt për gjithë ato familje që kanë humbë ma dashuret e ty në atë kohë, po atë ati tjerë që kanë psue, por si do qoftë, kjo diçka nuk është e reja atu, sepse ju e dini që këta e në psue, me viktimizime, me forma tilla, prandaj une nuk kam dash shumë ta polarizoj këtë çështje, sepse e kom ditë që tendenca ka qenë atu, qëllimi keme kap në qatë formë, edhe u mundun para